Menduar gjithmonë se depresioni është thjesht të jesh shumë i mërzitur ose rezultati i një çekuilibri kimik në tru, shkenca e fundit sapo ka ndryshuar gjithçka. Për dekada me radhë na është thënë se fajin e ka mungesa e serotoninës, hormoneve të lumturisë, por studimet e fundit po tregojnë se kjo teori është e paplot, madje në disa pika e gabuar. Atëherë çfarë po ndodh me të vërtet brenda trurit tonë? Pse preken miliona njerëz dhe cilat janë zbulimet e fundit që po sillnin shpresë për kurimin e tij? Le ta zbulojmë. Për një kohë të gjatë depresioni u trajtua si një ekuacion i thjesht matematikor, më pak serotonin, më shumë depresion. Por në vitin 2022, një rishikim masiv shkencor tronditi botën e mjekësisë, duke vërtetuar se nuk ka asnjë provë bindëse që lidh direkt nivelet e serotoninës me depresionin. Sot shkenca e sheh depresionin jo si një problem të një lëngu kimik, por si një problem të neuroplasticitetit, që është aftësia e trurit për t'u përshtatur, rritur dhe krijuar lidhje të reja. Kur një njeri kalon depresion, disa pjesë të trurit si hipokampusi, përgjegjës për kujdesën dhe emocionet, fjalë për fjalë, të kurren dhe humbin këtë fleksibilitet. Shkaktarët kryesorë sipas shkencës sot, gjenetika dhe epigjenetika. Nuk trashëgohet një gjen i depresionit, por një ndjeshmëri më e lartë ndaj stresit ambientor, stresi kronik dhe inflamacioni. Stresi i vazhdueshëm aktivizon sistemin imunitar në mënyrë të gabuar, duke shkaktuar neuroinflamacion, inflamacion në tru, i cili bllokon rigjenerimin e qelizave nervore. Traumat e hershme. Ngjarjet e rënda në fëmijëri ndryshojnë mënyrën se si truri i përgjigjet rrezikut për pjesën tjetër të jetës. Nëse teoritë e vjetra po bien, çfarë ka zbuluar shkenca e re? Këtu gjërat bëhen vërtet interesante. 3 janë shtyllat e reja të kërkimit shkencor. Aksi zorë-tru, mikrobioma. Shkencëtarët kanë zbuluar se shëndeti i stomakut dhe zorëve tona ndikon drejt në trurin ton. Bakteret e zorëve prodhojnë neurotransmetues dhe kontrollojnë inflamacionin. Ndryshimi i dietës dhe kujdesi për mikrobiomën po përdoret sot si një shtesë e fuqishme në trajtimin e depresionit. Ketamina dhe psikedelikët. Por herë të parë pas 50 vitesh, ka një revolucion në mjekësi. Trajtimet me doza të kontrolluara të ketaminës apo substancave psikedelike në monitorimin mjekësor kanë treguar se mund të rindezin dhe të rilindin sinapset e dëmtuara të trurit brenda pak orësh, ndryshe nga medikamentet e vjetra që duan javë të tëra. Stimulimi magnetik transkranial. Një teknologji jo invazive që përdor fusha magnetike për të stimuluar zonat jo aktive të trurit e njerëzit që nuk i përgjigjen medikamenteve. Pra, nëse depresioni është humbje e neuroplasticitetit dhe rritje e inflamacionit, si mund ta luftojmë atë në përditshmëri? Shkenca sugjeron këto hapa praktik. Lëvizja fizike. Çdo ditë, stërvitja nuk shton thjesht endorfin. Ajo rrit një protein të quajtur BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, e cila vepron si një plekës për trurin, duke ndihmuar në rritjen e neuroneve të reja. Ushqimi antiinflamator. Ndryshimi i dietës. Ulja e sheqernave dhe ushqimeve të procesuara dhe shtimi omega-3 dhe ushqimeve të fermentuara ndihmon në uljen e inflamacionit që bllokon trurin. Terapia kognitive behaviorale. Rishikimi i skenarëve. Terapia ndihmon në ndryshimin e fjalë për fjalshëm të rrugëve neurale, duke thyer ciklin e mendimeve automatike negative. Gjëja më e rëndësishme që shkenca na mëson sot është kjo. Depresioni nuk është një dobësi karakteri dhe nuk është një dënim i përhershëm.
është një gjendje biologjike dhe fizike e trurit, e cila ka aftësinë të ndryshojë dhe të shërohet. Nëse ju ose dikush që njihni po kalon një periudhë të tillë, kërkimi i ndihmës është hapi i parë shkencor drejt përmirësimit. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, subscribe dhe ta ndani me dikë që mund t'i duhet ta dëgjojë këtë mesazh sot. Shihemi në videon tjetër.